mere tash kjo ma e fundit Gaza, vëllezër të dashur. Po, a je gëzuar pse ka ardhur Ramazani e po je dëshpëruar. Vallai jam dëshpëruar. 30.000 viktima kje në Gaza. 10.000 janë të zhdukur. 8.000 janë të plagosur. Qetër shka ka? Duhen të falin të ravejnë s'ka në gjamia. Mbi 1.100 gjamia janë të shkatruar. Mbi 100 e ca hoxhallar janë të vërar me snajperistat, që dënë thot i kanë pas në numër për t'i vra. A të gëzohemi që ka ardhur Ramazani apo dëshpërohemi? Këtë fjalë vë thome edhe poplit Gazës. A janë dëshpëruar se ka ardhur Ramazani apo janë dëshpëruar për çfarë halli janë dhe të dashur? Vetëm se një gjë më një mend. Popli Gazës për di gjëra mendon. Për di gjëra gëzohet. Për do gjëra as pak nuk mendon. Për çka mendojnë? Djali i mbirën në burg, që 15 vjet është në burg, andron thë ditën që do dalë, Gazën do të bëjmë më të bukur se ka qenë. Këtë e thët ki tash, këtë e ka thonë prej para 70 vjetëve, shpresën nuk e humbin. Vajza e Gazës e mbyllur në burg, që 10 vjetë është në burg, ajo andron, thët sa të dalë pi burgut, do martohem edhe do të bëj fëmijë. Për të arrit për të rrit poplin tonë në Islam. Po çka është ajo që s'mendojnë fare? Nuk mendojnë për namazin, për agjinimin dhe për Kuranin. Po si veç mendojnë? Po si të thëmë o musliman a falish? Si të thëmë o musliman a agjinon? Si të thëmë o musliman të adin të lexosh Kuranin? O vëlla i dashur, për 1200 shahida 60% hafizat Kuranit. Nuk e kanë mësuar në të pikin e xhamis, po e kanë mësuar në tunele. Ati janë falë, ati kanë agjinu, ati e kanë mësuar edhe Kuranin. Për çka është ajo që ato mburen, kur shofin njëri tjetrin, dhe sa shahita kje? 3, 4, 5, 6, 7. Një familje e tarë, për 20 antare, rënoje të shpizë, ju bjen mbi kokë, dhe ju bëhet varë. Vetëm një djalë shpëton, 11 vjeçar, me di krahët e këputur. Ajo është në Istanbul shërohet. Shkon gazetari e pyet, dhe i thot çka mendon? Dhe të asgjë s'mendoj. Vetëm e luti Allahun Gjelleshanuhu në botën tjetër të mi ktheje krahët, të përqafuj pejgamberin a.s. Të përqafuj babin, mamin, vllaznit dhe motër që ranë dëshmor. La ilaha illallah. Pra, sulmi që u bë Izraelve, di gjaja të mëdhaja i bani, para se të bëhet kjo vrasja, çka ishe? Di shoqata humanitare, vëllezër të dashur, me prapavi pise. Di shoqata humanitare të perëndimit, të thomit Evropës, me prapavi të fliqur. Të shitur janë ata që punojnë në ato di shoqata, palestinez janë. Ka shit nderin, ka shit fen, ka shit kombin, ka shit vatanin. Dhe kur shkojnë nevojtarët për të kërkuar ndihmë, atë një që ka u thonë? Ju thonë, neve Evropa në donë shumë. E ne duhet me e dasht Evropën. Dhe çka në thot Evropa, e ne duhet të bëjmë. Dhe çka bën Evropa, e ne duhet të bëjmë. Po çka bën Evropa? Zina, qetër homoseksual, qetër lesbejk, qetër martohen bura me bura, gra me gra. Ta di shoqata, a di që ju bë sulmi, a di të hikën. Shqipni vëllezër të dashur. Pra, çka është të bën botën islame?
Ashtu u bën vëllezër dhe është masakri i madh. Në këtë shekull që i thuhet ka shkel njeriu trullin e hanës, Allahu alem, në këtë përparim të hatashëm, në mes dunjas, po bëhet masakër. Ku është shkolla? Ku është ato drejtat për njeriu? Ku janë? Për drejtat e fëmijëve. Bile me mëjt një qenë këto në Evropë, në Burgshorn, a gje edhe qenë t'i mëjtin në Palestinë, në Gaza, vëllezër të dashur.